pa e pas nanën mirë, nuk mundesh me pas foshnjën mirë. Absolutisht. Mundesh me pas gjithë për rreth, familjar të mbështetur, profesionist si ki gjithmonë. Po. Mirë po, duhet shumë të punohet me nanën, e cila, sidomos, çdo lindje ka të vetën, është ajo koha kur stabiliteti i një nane nuk është pash ashtu stabile, për shkak hormoneve të gjithave aty në gjanave, por edhe shtatzania, lindja e dytë edhe e tretë, njëjtë po e para sidomos është sfidë shumë e madhe. Për shkak se dikur fiton edhe një eksperiencë, e puna më e madhe do duhet të bëj të krijojmë nanës një vetbesim mas pari, edhe mos tjetë në panik, mos tjetë se gjithë ku i dhem mirë po një fëmijë që ke kriju, një krijes që e ke kriju edhe mos me mujt me e mbajt, sidomos me e ushqy ose me u kujdes për te,